Dita ndërkombëtare e gjuhës amtare është shpallur nga UNESCO dhe festohet më 21 shkurt të çdo viti. Qëllimi i kësaj dite është promovimi dhe ndërgjegjësimi për diversitetin gjuhësor dhe kulturor, si dhe promovimin e shumëgjuhësisë. Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, shprehet gjithashtu se ka nisur edhe faza gjysmëfinale në shkolla të konkursit të gjuhës shqipe. Mirëmëngjes dhe në ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare, me nisjen e fazës gjysmëfinale në shkolla të konkursit të gjuhës shqipe, një fije art që lidh fillesat e kombit ton me të ardhmen e tij. Ju uroj një fundjavë të mbar, shkruan Rama. Sot njihen rreth 8324 gjuhë, shumë prej të cilave janë në rrezik të zhdukjes për shkak të globalizmit dhe ndryshimeve shoqërore. Sigurimi që sistemi arsimor mbështet të drejtën për të mësuar në gjuhën amtare është thelbësor për përmirësimin e rezultateve të nxënit, pasi studentët që mësohen në një gjuhë që ata e kuptojnë plotësisht, tregon aftësi më të mirë të kuptuarit, angazhimit dhe të menduarit kritik.